Një nga detyrat që më del mua, po edhe të gjithë atyre që kanë mundësi që të këshillojnë, është që kur bëhet kjo lidhje martesore, lidhja pra midis vajzës edhe djalit, neve të përqendrohemi shumë tek respekti ndaj prindve. Ne edhe si shqiptar nga tradita e kemi familjen të shenjtë, e kemi prindin diçka të madhe. Si mundet që vjen koha dhe neve nuk du me ditë fare, dhe më thonë respektin ndaj prindit zero. Mos kaloj pastaj tek raste që Zot na ruaj kur kam një gjumë, më kanë mush syt me lot, që ja thyn zemrën prindit, por edhe Allahu na ruaj nga dënimi i tij me i vënë dorë prindit. Allahu na ruaj për Zotin. E neve na del detyrë të gjithëve dhe në çdo akt martese neve insistojmë dhe themi deri dje gjithë secili ka pas prindit e vet. Nga sot e tutje, nga ky moment do keni edhe prindit e njëri tjetrit. Kini frikë Allahun xheleshanu dhe respektoni. Asnjëherë nuk jemi dakord që prindit futen në çdo detaj të jetës së çiftit ose të jetës së të rinjve, domethënë të pyesin aty ku nuk i takon. Ama respekti duhet të jetë. Mirësjellja nuk duhet të mungojë. Nderimi nuk duhet të mungojë. Për Zotin, mirëkuptimi, mbarvajtja nuk duhet të mungojë.